rallë të luna. Po, hajde këtu. Procesi inspektimi domethënë 3 në këmbë ju afruan foltorës e po aq të tjerë ishin ulur. 6 zyrtarët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë të Shtunën ishin mbledhur në konferencë për media, por gjë të rrisë thanë. Krejt çfarë treguan ishte se është bërë një inspektim të enjtën në qumshtorën Vita. Foli edhe njëri që me fillim e pa fort të nevojshme të tregoj se as që ishte pjesëmarrës në kontrollim. Unë personalisht dhe që jam kryesuesi i Komisionit të Monitorimit, nuk kam qenë në inspektim fabrik mëna, kam qenë vazhë zyre, edhe 5 zyrtarë tjerë të ministrisë nuk kanë hyrë pjesësën e prodhimit. Por të tjerë që ishin në këtë inspektim pranuan që kompania ja hapi dyert kudo që deshën të hulumtojnë. Inspektimi është bërë si kërkesë e vendimit të ministrit, i cili është zbatuar gjatë ditës, domethënë gjatë orarit. Në përgjithësi, operatori na ka ofruar neve çështje në çdo hapësirë apo në çdo vend. Megjithëse rezultatet ende nuk kanë dalë, dikush e dha një përfundim. Kemi konstatuar, në bazë të gjetura të inspektorëve që kanë pasur në terren, që subjekti në fjalë ka thyer vendimin e ministrit të datës 10 maj 2026, ku ndalohet përdorimi i qumshtit plur, vajt palmës, hirës dhe gjërat e tjera. Përgjigje të prerë nuk pati, as kur u pyet nëse ndonjë kompanie i lejohet apo ndalohet përdorimi i vajit të palmës në produkte. Publikimi në vendimit të ministrit është procedura dhe koha kur operatorët duhet të regjistrohen dhe të bëjnë të gjitha procedurat që i lejojnë atyre. Pavarësisht që prezent ishte edhe kujtim UKA, vetë drejtori i laboratorit, ai nuk tregoi se kur pritet të dalin analizat dhe as nëse do t'i bëjnë publike, siç ka kërkuar vetë menaxhmenti i qumshtorës.